75% e prindërve gabimisht ose në mënyrë jo të drejtë i vendosin ulset për fëmijët në makinat e tyre. Këtë e tregojnë hulumtimet që i ka kryer Lidhja Automoto e Maqedonisë. Sipas kësaj lidhjeje, kotë është ulësja e fëmijëve në qoftë se ajo nuk vendoset si duhet. Sondazhet vënë në dukje se edhe pse shumë prindër kanë ulse në makinat e tyre, ose nuk i lidhin fëmijët ose gabimisht i vendosin në to. Ata duhet që ta ulin në ulse të veshur normalisht me qëllim që të shtrëngojnë ripat e sigurisë. Kur do t'i lidhin ripat e sigurisë, të ketë një gisht distancë në mes të ripit dhe fëmijës. Nuk guxon që ulësja e fëmijës të shkojë majtas djathtas më shumë se 2 cm. Kur të vendoset duhet të shkundet mirë, të shtrëngohen ripat e sigurisë dhe të jetë vendosur mirë që të mos ketë efekt negativ, u shpreh Rosana Jankov, zëdhënësia e Lidhjes Automoto e Maqedonisë. Prindërit gjatë zgjedhjes së ulëses për fëmijë duhet të kenë kujdes për moshën e fëmijës, lartësinë dhe peshën dhe sipas kësaj ta zgjedhin ulësen. Nëse kanë një fëmijë, pajisja më e sigurt është të montohet në pjesën e pasme anësore në drejtim të kundërt nga vozitja e automjetit. Nëse keni 2 fëmijë në këtë rast dhe është 3 apo 4 vjet, mund të ulet në pajisje të përshtatshme dhe me rip të sigurisë, tha Rosana Jankov, zëdhënëse e Lidhjes Automoto e Maqedonisë. 2 vite më parë hyri në fuqi ligji që detyron të gjithë prindërit të cilët kanë fëmijë deri në moshën 5 vjeçare, domosdoshmërisht në makinë të kenë ulëse për fëmijë. Të gjithë ata që do të vozisin me fëmijë që nuk është i ulur në ulsen përkatëse mund të gjobitet me 35 euro. Greqia me ligj kërkon që fëmijët nga të porsa lindur deri në 11 vjet të jenë të lidhur në ulset për fëmijë. Kur vozisni nëpër Shqipëri dhe keni fëmijë nën 4 vjet, patjetër duhet të jetë të ulur në ulsen për fëmijë. Në Serbi dhe Bullgari fëmijët në ulset për fëmijë duhet të ulen deri në 3 vjet.